Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Partia në pushtet në Maqedoninë e Veriut VMRO DPM është fituese në zgjedhjet e pjesshme vendore. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, pasi janë numëruar 99.94% e votave, forca e qeverisjes së Maqedonasë kryeson në 53 komuna, 34 prej të cilave fitojnë në këtë raund. Më pas vjen koalicioni shqiptar Blen, i cili kryeson në 9 komuna, 8 LSDM. Aleanca për Integrim udhëhequr nga BDI ka 5 komuna, ndërsa Partia Demokratike e Turqëve 1 komunë. VMRO DPM i Mickoskit fitoi 34 komuna, ndërsa në 19 prej tyre shkojnë në balotazh. Nga 9 komuna që vlen kryeson, 4 shkojnë në balotazh. Në Tetov dhe Bogovin do të përballet me kandidatët e koalicionit tjetër shqiptar AKI. Ky e fundit që udhëhiqet nga Partia Ali Ahmetit. Fitoi të 5 komunat që kryesoi: Vrapçisht, Gostivar, Lipkov, Pllastnic, Çashk dhe nuk shkon në balotazh. LSDM ka 3 komuna të fituara, ndërsa 5 të tjera shkon në balotazh, ndërsa 33 komunat e tjera përfshirë Shkupin shkojnë në balotazh, në shumicën prej të cilave kryeson VMRO DPM. Fituese në raundin e dytë që do të mbahet më 2 nëntor pritet të jenë partitë që kryesuan në këtë raund për shkak të diferencës në vota. Kryetari VMRO DPM tha se partia e tij ka fituar mbi 30 komuna në zgjedhjet lokale. Kistria Mickoski tha se këto zgjedhje janë mesazhe dhe për Bashkimin Demokratik për Integrimin në krye Ali Ahmetin. Ovi izbori se i poraka za Demokratska unija za integracije, koga Ali Ahmeti. Këto zgjedhje janë mesazhe dhe për BDI-n, kur Ali Ahmeti rritej gjoksin se ndryshonte kryeministra. I thash, ngadalë qetësoj, prit, do të befasohesh nga rezultati. Kjo është ajo ditë, çka është më me rëndësi në këto zgjedhje, politikat e etnocentrizmit, nacionalizmit dhe termave artificial, për Shqiponja dhe Lepuj dhe tema që janë të parëndësishme për qytetarët, janë poshtur, ndërsa hapet çështja për reforma në opozit. Unë nuk dua opozit të padëgjueshme, por më të koncentruar dhe më me kapacitet se kjo, që flet për Shqiponja dhe Lepuj, tha Kistria Mickoski. Kapacitetna od ova koja što zbori za orli za zajci. Partia e dytë më e madhe maqedonase LSDM pranon se ka fituar në 3 komuna, ndërsa në disa të tjera shkon në balotazh. Kreu i LSDM-s në konferencën për mediat u bëri thirrje qytetarëve që në raundin e dytë të dalin sa më masivisht në zgjedhje. LSDM-ja fitoi në 3 komuna: Kriva Pallank, Bogdanci dhe Krivo Gashtan. Në disa komuna shkojmë në raundin e dytë. Apeloj që qytetarët të dalin masivisht në zgjedhje në raundin e dytë, që kryetarët të kenë legjitimitet më të madh nga qytetarët, tha Venko Filipçe, kryetari i LSDM-s maqedonase. Në Shkup do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, ku qytetarët do të zgjedhin mes Orço Gjergjevsit nga koalicioni Maqedonia Jote, udhëhequr nga VMRO DPM, dhe kandidatit nga Majta, Amar Mecinovic, të cilët fituan më shumë vota në raundin e parë. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve pas numërimit të 99.92% të votave, Gjergjevski ka marrë mbështetjen e 39.43% të qytetarëve të Shkupit, ndërsa Mecinovic fitoi rreth 30.000 vota, përkatësisht 13.2%. Në Saraj në raundin e parë fitoi Muhamet Elmazi nga Vlen me 50.28% të votave, përpara Blerand Ramadanit nga AKI me 47.55% të votave. Izet Mexhiti nga Vlen do të jetë kryetari i ri i komunës së Çajirit, pasi fitoi 51.82% të votave, ndërsa Bujar Osmani nga AKI mori 40.39% të votave. Koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut fiton shumicën në Këshillin e Qytetit të Shkupit. VMRO DPM së bashku me partnerët në koalicion, nga gjithsej 45 këshilltar sa ka Këshilli i Qytetit të Shkupit, fituan 25 këshilltar, 7 më shumë se në mandatin e fundit. Kandidati për kryetari i Çajirit nga koalicioni Vlen, Izet Mexhiti, pas rezultateve fillestare të zgjedhjeve lokale, deklaroi se forca qeverise është fituese legjitime në komunat me shumicë shqiptare. Oferta jonë fitoi sepse ne ofruam punë, vizion dhe besim. Ne nuk i friksuam njerëzit, po i frymëzuam. Ne nuk i ndam qytetarët, por i bashkuam. Dhe për këtë qytetarit na shpërbleu me votë dhe besim. Në fjalimin e tij, Mexhiti i bëri thirrje të drejtë për drejtë për dorëheqje dhe liderit të BDI-s Ali Ahmeti, duke vlerësuar se ai e dërgoi votën e shqiptarëve në pension politik. As ekstremizmi, as gjua e urrëties, as tentimet për të ndezur ndjenjat nacionale nuk i shpëtuan. Sepse shqiptarët nuk mashtrohen, mos sot qytetari shqiptar tregoi pikuri politike dhe e dërgoi në pension politik në krajat të vjetër e të vjetruar një politik të konsumuar. Prandaj sonte po i drejtohem kundërshtarit tim politik, Ali Ahmetit, me plot respekt, por edhe me qartësi. Ky çasti kur duhet të tërhiqesh. Vota e shqiptarëve të dërgojnë në pension politik, kështu që uroj nga zemra ditë të qeta e të gjata pensioni.
Bujar Osmani, kandidati i BDI-s për Çajirin, pranoi humbjen në zgjedhje përballë zëvendës kryeministrit Izzet Mexhiti dhe uron rivalin në drejtimin e komunës për 4 vite të ardhshme. Urime kandidatit tim dhe të gjithë koalicionin që qëndroi pas tij. Ata janë fituesit e zgjedhjeve në Çajir dhe uroj sukses në drejtimin e komunës gjatë 4 vite të ardhshme. Në fund dua të falenderoj familjen time. Ata e mbajtën barën më të madhe të angazhimit tim politik, por nga aty mora dhe për krajen e fortë për hapat e ardhshëm politik ditëve në vijim, tha Bujar Osmani. Tetova shkon në balotazh ku pritet të përballet kandidati i AKI-s për kryetar të kësaj komune, Berrami Rexhepi, dhe kryetari aktual i Tetovës, Bilal Kasami. Rexhepi, përmes rrjeteve sociale, shkruan se betejë për Tetovën vazhdon, me më shumë përkushtim, me më shumë forcë dhe me të njëjtin ideal për një Tetovë me dinjitet, shkruan Berrami Rexhepi. Bilal Kasami, në emër të koalicionit vlen shpalli fitore në Tetovë. Para mbështetësve të tij, ai deklaroi se kanë fituar 11 komuna në krahasim me AKI-n që ka fituar vetëm 3 komuna. Kasami tha se Tetovën e kanë fituar me diferencë 4000 vota, ndërsa në zonën 6 nuk kanë fituar vetëm Gostivarin. E fituam gjithë Pollogun, e fituam gjithë Maqedoninë. Në Tetovë kemi fituar me diferencë mbi 4000 vota, në zonën 6 i kemi fituar gjithë komunat, përveç Gostivarit, ativa kemi lënë saqe për gjuna kështu. Sikurse tha Kasami, me këshilltarët kanë fituar në të gjitha komunat. Opozita e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Aleanca Kombëtare për Integrim, ka numrin më të madh të votës popullore, ndonse listohet e dyta në numrin e subjekteve politike që kanë fituar komuna në raundin e parë të zgjedhjeve vendore. Sipas të dhënave fillestare jo zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, partia në pushtet VMRO-DPMNE ka fituar numrin më të madh të votave për këshilltar në zgjedhjet lokale. VMRO-DPMNE mori mbështetje nga rreth 302.000 votues, ndërsa opozita LSDM siguroi rreth 126.000 vota. Në vendin e tretë renditet koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, e udhëhequr nga BDI me mbi 114.000 vota, ndërsa koalicioni Vlen mori rreth 91.000 vota. Nënkryetari i BDI-s, Arbër Ademi, tha se Aleanca ka fituar në nivel nacional, që siç theksoi ai, dallimi është mbi 20.000 vota, ndërkohë që ai deklaron se epërsia do të rritet në rezultatet përfundimtare. Lejoni të theksoj se në nivel nacional Aleanca Kombëtare për Integrim është fitues absolut, si totali i votave të mbledhura në nivel nacional. Dhe dallimi është mbi 20.000 vota i Aleancës Kombëtare për Integrim përballë Vlenit. Dhe sa përpunohen në rezultatet, ky dallim thellohet edhe më tutje. Ishte Arbër Ademi nga BDI. Kryetari i komunës konsiderohet i zgjedhur ai që ka fituar 50% plus 1 të votave, me kurth që në votim të kenë dalë së paku 1/3 e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore të komunës përkatëse. Sipas rregullave, nëse asnjë nga kandidatët nuk e përmbush këtë kusht, kalon në raundin e dytë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Duke filluar nga viti i ardhshëm, Shqipëria do të ketë gati një mjet identifikimi digital. Kryeministri Edi Rama, i pranishëm në aktivitetin për prezantimin e këtij identiteti, tha se Shqipëria është gati një vit përpara Bashkimit Evropian në këtë drejtim. Çfarë po demonstrohet sot do të jetë në dispozicion të publikut, në dispozicion të raportit mes qytetarit dhe shtetit dhe në dispozicion të ekonomisë sonë në fillim të vitit të ardhshëm. Në ndërkohë që Bashkimi Evropian po ashtu po përgatitet për identitetin digjital dhe objektivi i shpallur i Bashkimit Evropian është që në vitin 2027 qytetarët e BE-s të mund të pajisen me identitetin e tyre digjital. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani bën thirrje që kujdesi për shëndetin e qytetarëve të kthehet në prioritet kombëtar. Në manifestimin tradicional Zbulimi i hershëm mbi jetesë, Vjosa Osmani apeloi që ta kthejmë dashurinë dhe solidaritetin në fuqi që shpëtojnë jetë. Nuk është frika ajo që shpëton jetën, por kontrolli mund të shpëtojë jetën kur ai ndodh herët. E di që kjo rrugë nuk është e lehtë. Kjo sëmundje kërkon guxim, kërkon përballje, kërkon përkrahje nga të gjithë që i kemi përreth dhe kërkon shumë dashuri. Ndërsa nuk munguan dhe thirrjet për diagnostikim të hershëm kundër kancerit të gjirit si një mundësi për të shpëtuar jetë. Sot më shumë se kur duhet ta ritheksojmë rëndësinë e diagnostifikimit të hershëm. Çdo kontroll, çdo ekzaminim i rregullt është një mundësi për jetë. Sa më herët që të ndodh diagnostifikimi, aq më e madhe është shpresa për jetë. Kjo është arsyeja pse sërish dua të inkurajoj secilën grua që mos të ketë frikë nga kontrolli. Bota.
Europa do të ndalojë gazin rus. Ministrat e energjisë të Bashkimit Evropian i kanë dhënë dritën jeshile me shumicë votash propozimit të Komisionit Evropian për të ndalur gazin rus dhe gazin natyror të lëngshëm LNG. Ndërprerja do të zhvillohet në 3 faza. Duke filluar nga 1 janari 2026, kontratat e reja do të ndalohen, marrëveshjet ekzistuese afatshkurtra do të skadojnë deri më 17 qershor 2026 dhe marrëveshjet afatgjata do të skadojnë deri më 31 dhjetor 2027. Kundër janë vetëm Hungaria dhe Slovakia. Rregullorja e propozuar, shpjegoi Këshilli në një deklaratë, është një element thelbësor i planit për t'i dhënë fund varësisë nga energjia ruse pas përdorimit të furnizimeve si armë nga Rusia. Përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe sigurinë Kaja Kallas deklaroi se nuk është e ishme që presidenti rus Vladimir Putin të mund të udhëtojë në Hungari, një vend antar i Bashkimit Evropian, për të takuar me presidentin amerikan Donald Trump, lidhur me luftën në Ukrainë. Para takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s në Luksemburg, Kallas u tha gazetarëve se ajo mirëpret përpjekjet e presidentit Trump për të sjellë paqen, por theksoi se është po aq e rëndësishme që presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski të zhvillojë bisedime me Putinin. Duke referuar paralajmërimit të Trump sot takohet së shpejti me Putinin në Budapest, Kaja tha se Washingtoni ka mjaftueshëm fuqi për të shtruar presion ndaj Rusisë që të ulet në tryezën e bisedimeve. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.